pensionet do të rriten ashtu siç e kemi thënë dhe siç e kanë bërë dhe publik qëndrimin ton në atë prezantimin e objektivave të programit ton qeverisës. Se ne kemi program qeverisës, nuk kemi në ato programet e dëshirave elektorale. Dhe marrëveshjet e dritave janë në fuqi dhe do të qëndrojnë në fuqi ashtu siç janë për të gjithë ata që kanë një marrëveshje të bërë me OSHE-n. OSHE-ja është një ndërmarrje publike e cila nuk mund të funksionojë sipas dëshirës njërit apo tjetrit dhe e cila nuk ka asnjë lidhje me fushatë elektorale. Rama bën në një rrugë fshatrave, kemi bërë shumë rrugë fshatrave i dashur Flori, shumë rrugë fshatrave kemi bërë dhe do vazhdojmë të bëjmë patjetër. Po kjo bëjnë ndonjë rrugë është pak si shumë ironike sepse kemi bërë shumë rrugë fshatrave. Sa ka shkuar borxhi publik është ulur nga afro 80% që ishte kur ne morëm detyrën në 55%. E kupton? Besoj që nuk e dije këtë dhe shpresoj që të gëzohesh nga sa tash. Gjallja akoma, po çfarë të bëjmë Mirela? Gjallë jam. Ku janë taksat tona? Taksat e tua Mirela, se zakonisht për taksat flasin ata që në fakt nuk paguajnë taksa, po taksat e tua janë kudo ku mund të hedhësh syt. Taksat e tua janë në pagat e rritura të shqiptarëve. Sot paga mesatare në sektorin publik bazuar në të dhënat e Instatit për në fund të vitit 2024 është 1.000 euro, Mirela, në sektorin publik. Është një rritje shumë domethënëse. Në paga dhe brenda kësaj pagas mesatare 1.000 euro janë pagat e mësuesve, janë pagat e mjekëve, janë pagat e infermierëve, janë pagat e punojësve të policisë, janë pagat e ushtarakëve, janë pagat e punojësve të administratës e kështu me radhë. Taksat janë në të gjitha investimet që kemi bërë. Taksat janë në 53 spitale të reja, të rindërtuara nga themeli ose 10 prej tyre të bërë nga e para që nuk ekzistonin. Taksat janë në 430 shkolla të reja, të rindërtuara krejt nga e para ose që nuk ekzistonin. Taksat janë në 400 e kusur qendra shëndetësore dhe ambulanca të rindërtuara komplet nga e para ose që nuk ekzistonin. Ka plot akoma që mund të them, por besoj që taksat janë, po t'i hedhësh një vështrim Shqipërisë në trupin e një Shqipërie që sot mirëpret 12 milion turistë në vit. Dhe që vinë pikërisht sepse kanë ku shkojnë. Dhe që vinë pikërisht se kanë ku dalin edhe në fotografi në çdo qytet të Shqipërisë, ndërkohë që deri dies bëhet dot një fotografi në një qytet të Shqipërisë se ishte tmerr. Dhe këtë nuk e kam timen, e kam të thënë nga një gazetare e huaj që e pa vizituar Shqipërinë dikur kur unë isha ministër, edhe më tha më vjen shumë keq, tha për të bërë fotografi këtu, tha duhet ta mbash objektivin e aparatit vetëm nga malet dhe nga deti, se po e ule poshtë në nivelin e syrit, dukesh sikur janë ferr. Këtu janë taksat. Nëse fiton një mandat në 4 dhe nëse Shqipëria nuk futet në Europë deri në 2029, kur juve mbaron mandati 4, do të kërkon një mandat të 5 dhe një buzëqeshje e gajasur. Dritan, unë nuk jam këtu për të bërë shaka, unë bëj, patjetër bëj humor, edhe humori im
bezdis shumë ata që janë kundërshtar të mit ose kundërshtar të anët, më vjen keq, s'ka problem për mua, po nuk bëj të ndryshe sepse unë nuk shaj, nuk ngre e ull njerëzit o kriminel o hajdut o maskara o mafios o qembirqeni. Këto janë forma barbare e komunikimi. Më pëlqen të përdor satirën. Para ca ditësh është postuar në të faqe një epizod i një krijimi të dy trimve që ma kanë dërguar me dëshirë një ta postoj, një teatër kuklash i lezetshëm, sipas meje, një mënyrë për të dhënë një mesazh, kuptim plot. Dhe është sulmuar faqja nga një tufë e madhe kandidatësh të një subjekti politik të ri, nga këta të rinjt. Por e vetmja gjë që mund kuptoj nga i sulm i organizuar i deputetëve të subjektit të ri politik është vjetërsia e mendjes tyre. Kush nuk është në gjendje të përballoj as humorin, as satirën, nuk duhet merret në politikë, mendoj unë. Se është potencialisht shumë i rrezikshëm kur nuk e përballon dot humorin dhe satirën. Mua gjithmonë më ka ardhur çudi kur me njerëzit që shqetësoheshim se bëj humor me ta. Dhe kam qenë vërtet shumë i argëtuar kur më në fund u gjet një aktor në gjatësinë time dhe me talentin e dur për të luajtur në portokalli personazhin tim dhe më bënte të qeshja me lot kur e shikoja, ndërkohë që njerëz të tjerë shqetësoheshin që si ka mundësi që tallet portokallia këtu e tallet portokallia atë me njërin e tjetrin për shembull. Kështu që humori është një mënyrë komunikimi shumë serioz për hir të vërtetës, ndërkohë që më mirë e pres dorën se të votoj Gerta. Jo më dorën, mos e prit që ta presësh dorën, të duhet dora për shumë gjëra të tjera, por më vjen keq për ty, Gerta, më vjen shumë keq për ty që nuk e kupton se për çfarë do ta votosh pesën, Partinë Socialiste. Dhe ka dhe kështu, në fundit jetojmë në liri dhe në demokraci, edhe ka dhe kështu. O kryeministri 20% të shqiptarëve do me këta atyre që janë pengu jot, mos mendoj që i mashtron shqiptarët e ndershëm se 11 maj do ndëshkohesh keq. Merru me humor, merru me video bullizuese se vetëm preshin do marrësh, njerëz të ndershëm nuk i blen dot se fytyra është më e shtrenjtë në këtë jetë se sa vota për ty. Nuk ke emër, ke një pseudonim, je një profil falso, po nuk ka problem mendimin, e ke të qartë, të drejt për drejt. Tani e para të 20% e shqiptarëve nga nxjerrë sepse nuk e kuptoj mirë llogarinë. Në Shqipëri pjesëmarrja në votim është masive. Dhe kur bëhen llogaritë me 51, 52, 47, 48, bëhen llogaritë mbi përqindjen e të gjithë listës votuesve. Ndërkohë që e dim shumë mirë që një pjesë e konsiderueshme e atyre që janë listën votuesve nuk janë të pranishëm. Pra, nëse marrim të pranishmit në Shqipëri dhe bëjmë llogarinë e përqindjes së pjesëmarrjes, ne kemi nga përqindjet më të larta në Europë, pa diskutim. Mbi 80, afër 90 në ndonjë rast përqind. Të votuesve të pranishëm. Nuk po them po të pranoj ato llogarinë që kanë ikë 1 milion shqiptarë, që unë kam marrë detyrën, që është një idiotësi vetë, po se ashtu i bile që marrin pjesë në votim 100% e votuesve. Po them në mënyrë racionale numri i votuesve të pranishëm e parë. E dyta, ne marrim afro 800.000 vota. Këtë herë do marrim më shumë edhe për shkak të diasporës. Tani si mendon ti për shembull që
800.000 njerëz janë të blerë, janë të nuk janë shqiptarë të ndershëm. 800.000 njerëz nuk janë shqiptarë të ndershëm. Mendon gabim. Dhe se kush do ndëshkohet 11 maj, ja erdhi 11 maj, do ta shohim, jam dëgjuar shpesh këtë këngë. Por ajo që më vjen keq shumë për individ që nuk kanë në fakt asnjë lidhje tjetër me politikën përveç tifozllëkut dhe që as nuk fitojnë asgjë duke bërë tifozin e kënetës, është që për hir të tifozllëkut nuk shohin fare realitetin, nuk e shohin realitetin, ju duket zi nga të katër anët. Kanë dhe përfaqësues të tyre kjo kategori në klubet e natës mediatike. Ca derra të kënaqur që shpërfaqen çdo natë duke sharë e duke shpifur në mënyrën më persistente. Po më vjen keq se pastaj vinë zgjedhjet, hapen kutit edhe zhgënjehet. Për sa i përket videove bullizuese, nuk e di për çfarë bullizimi është fjala, por di këtë që humori është patjetër një gjë shumë serioze dhe është pjesë e mënyrës komunikimit. Dhe e përsëris, siç thash edhe më parë, unë nuk shaj, nuk leh, më saktë, nuk i them kundërshtarit as mafios, as kriminal, as hajdut, as i till, as i tillë, sepse këto janë akuza penale. Dakord? Edhe janë brutalitete për rrugeçër. Nuk janë mënyrë komunikimi në publik. Po natyrisht që kam mënyrën time për të mos i lënë kusur kundërshtarëve. Kështu që ata që ndjehen të bullizuar nga satira, duhet ta llogarisim pak se si duhet të ndjehet dikush që vihet në mënyrë të vazhdueshme në shënjestër me të gjitha fjalët më të ndyra të shqipes dhe me brutalitetet më të mëdha të shqipes. Bëni një llogari të vogël në këtë drejtim dhe shihni si u del. Ha. Më mirë pa godina dhe të ketë ilaqe, se sa godina pa ilaqe. Spitalet as paracetamol nuk ofrojnë, a e di o kryeministër, kjo ndodh të dikur në fakt, kur spitalet nuk ofrojnë as paracetamol, po ajo që di unë nga mesazhi është që lavdi Zotit nuk të ka rënë rruga nga spitali dhe mos të rënë kurrë. Më mirë të shash duke mos pas idencë e realitetit në spital, se sa të bjerë rruga për spital dhe të shohësh që realiteti ka ndryshuar plotësisht. Më mirë shëndeti, kështu që të uroj ta kesh shëndet e jetë sa më shumë dhe s'ka problem se shan me pseudonim këtu. Programi nuk ekziston, por thot që kundërshtari është qesharak. Herman Kurtaj. Cili program nuk ekziston, Herman? Programi ynë qeverisës është i detajuar në çdo sektor, në çdo drejtim, se po mos kishim program qeverisës, ne BE-ja nuk do na llogariste fare si shtet. Që të jemi të qartë, dhe programi ynë qeverisës ndiqet dhe monitorohet nga Bashkimi Evropian, bazuar mbi çfarë shkruajmë dhe mbi çfarë bëjmë. Edhe për atë që shkruajmë, nganjëherë kemi menjëherë vërejtjen që të mos shkojmë më tutje, sepse nuk përputhet për shembull me një rregull apo me një normë të familjes ku duan bashkoheni, e kupton? Dhe nëse do të shohësh më shumë për programin tonë qeverisës, ke këtu në këtë faqe pin to the top, e ke në krye të faqes gjithë atë postimin ku janë shumë nga piketat e programit tonë qeverisës. Digniteti nuk e jep pasaporta europiane për mirëqenia e shtetit ku jeton. Jam pjesërisht dakord, sepse shkojnë të dyja bashkë.
Pasaporta europiane është mashtrim propagandistik I krye mashtruesit. Me punë të ndershme punon kudo nëpër Europë dhe në botë. Ky këtë avaz ka se s'di punë tjetër, Renato Kalamaj. Pasaporta europiane nuk është mashtrim, por është rezultati I antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe me punë të ndershme kudo në Europë dhe në botë ti nuk punon dot sepse duhet të kesh letra. Dhe që të kesh letra duhet të jesh I pranuar si I tillë në Europë apo në botë. Këto janë gjëra shumë të thjeshta. Ndërsa për sa I përket zanatit tim që ngel pa punë, po nuk fitova zgjedhjet, unë në fakt e vetmja gjë që kam shumë të sigurt është që kam plot gjëra të tjera që dua të bëj dhe jo vetëm mund, po dua të bëj. Dhe jo vetëm këtë që bëj, por këtë që bëj e bëj sepse ky për mua është një mision. Kjo për mua nuk është një punë, që ta dish ti. Se po të mos ishte mision, unë nuk do humbisja asnjë sekond duke komunikuar me dikë si ti në këtë rast që sham edhe por respektoj edhe ty. Sepse je një nga forcat, një nga qelizat e organizmit gjallë të I vendit. Dhe në këtë mision e kam për detyrë të komunikoj edhe me ty. Dhe të pranoj edhe sharjet e tua. A më kupton? Nuk është punë. Ky për mua është mision. Dhe jam në këtë mision për të bërë pikërisht atë që kam thënë dhe që po e përsëris për ditë e për ditë. Për të çuar flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në oborin e Bashkimit Evropian. Dhe aty mbaron misionin. A më kupton? Duke ditur me saktësi se pjesa më e madhe të punësuar në sektorin privat siguron mbi bazën e pagës minimale, kjo është pjesërisht e vërtetë gëzim, sepse fjalë e vërtetë, sepse e vërteta është që ka një ritëm